Në Gjykatën Supreme të Kosovës sot është mbajtur seanca e parë dhe e vetme për të trajtuar ankesën e të akuzuarit Dardan Krivaqa, zotëri Skënder Musa, për vrasjen e Marigona Osmanit, ku i akuzuari është dënuar me dënim dhe burgim të përjetshëm. Në këtë ankesë, e cila ka sjellë rastin në Gjykatën Supreme, Skënder Musa ka kërkuar që rasti të rikthehet në rigjykim dhe nëse kjo ndodh, gjykata themelore në Feriza i tij mohohet të drejta për të rishqyrtuar dhe për të ritrajtuar këtë rast edhe një herë, ose të ulet dënimi i përjetshëm ndaj të akuzuarit Dardan Krivaqa, meqense sipas tij, nga ligjet e procedurës penale në Kosovë, nuk mund të shqiptohet një dënim i përjetshëm një të akuzuari vetëm me një vepër penale, pasi që gjatë protestit të gjykimit akuza për dhunim nuk është vërtetuar. Kështu që ndër të tjera, zoti Musa theksoi se gjykata themelore në Ferizë dhe ajo apelet për të cilat ka kaluar ky rast për disa vite deri tani, kanë mohuar apo kanë refuzuar kërkesën e mbrojtjes që edhe Instituti Mjekësisë Ligjore të konstatojë apo të nxjerrë një konstatim se kryesi i kësaj vepre penale, pra vrasjen mizore të Marigona Osmanit, gjatë kryerjes së kësaj vepre të ketë kryer veprime apo të ketë pas veprime mizore. Në këtë seancë është dhënë fjala edhe të akuzuarit Dardan Krivaqa, i cili përveç se kërkoi falje, u shpreh se nuk ka pasur qëllim që ta vras tani të ndjerë Marigona Osmani, pasi që ka qenë në ndikimin e narkotikëve, duke shtuar se po të kishte qëllim ta vriste, nuk do ta dërgonte në emergjencë. Fjalën e mori edhe avokati Gazmend Rexhepi, i cili në këtë proces të gjykimit po mbron familjen e Marigona Osmanit, i cili kërkoi nga Gjykata Supreme që të mos merr parasysh asnjë nga pretendimet e ankesës së palës së akuzuar, meqense mizoria në këtë proces është vërtetuar dhe konstatuar gjatë proceseve të gjykimit, ku ndër të tjera është theksuar se për 72 orë sa ka zgjatur maltretimi fizik ndaj Marigona Osmanit, ajo ka qenë dhe është lënë pa ngrënë dhe pa pirë në të njëjtën kohë, pra është rrahur brutalisht deri në vdekje.